Kur pushteti qorton flamurin dhe hesht për të drejtën, në çmimi bëhet politik përgjigjja e Ministrisë së Drejtësisë në Shkup dhe heshtja e vlenit po e kthejnë një të drejtë kushtetuese në një test poshtërimi për shqiptarët. Në një shtet që pretendon se ndërtohet mbi bashkëjetesën, barazinë dhe rendin kushtetues, nuk ka shenjë më të rëndë të krizës politike sesa momenti kur institucionet nisin të sillen me arrogancë ndaj qytetarëve që kërkojnë vetëm atë që u takon me ligj. Pikërisht kjo po ndodh sot në Maqedoninë e Veriut, ku studentët shqiptar dolën në protestë në Shkup për të kërkuar të drejtën që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, një kërkesë që ata e paraqesin si të mbështetur në kushtetutë dhe në legjislacionin për përdorimin e gjuhëve. Protesta u mbajt më 6 prill 2026 dhe mblodhi student nga disa universitete, ndërsa kërkesa e tyre u mbështet publikisht edhe nga Universiteti i Tiranës, ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani dhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha. Kjo do të duhet të ishte një çështje e thjeshtë për një qeveri normale, një kërkesë legjitime, një problem ligjor, një zgjidhje institucionale. Por kur pushteti ka humbur ndjeshmërinë demokratike, edhe një kërkesë bazike çndrohet në provokim, edhe një protestë paqësore trajtohet si bezdi, edhe një flamur kombëtar shihet si problem më i madh se sa vetë mohimi i së drejtës. Sipas raportimeve për reagimin e Ministrisë së Drejtësisë, në vend të një reflektimi të qartë mbi thelbin e çështjes, u vu theksi edhe të simbolika e protestës dhe mungesa e simboleve shtetërore, duke dhënë përshtypjen se pushteti u shqetësua më shumë nga forma e revoltës sesa nga padrejtësia që e prodhoi atë. Dhe këtu nis thelbi i problemit, kur institucioni nuk i përgjigjet të drejtës, por nervozohet nga identiteti i atyre që e kërkojnë atë, atëherë nuk kemi më të bëjmë me administrim të çështjes, por me një mendësi ndëshkuese. Nuk është më debat teknik. Është raport force. Është mesazhi i vjetër, i njohur dhe i rrezikshëm. Të drejtën mund ta keni në letër, por do ta merrni vetëm kur pushteti ta lejojë. Pikërisht kjo i ka shtyrë studentët të dalin në rrugë me thirrje se gjuha shqipe nuk negociohet, duke e vendosur betejën aty ku duhej të kishte qenë që në fillim, jo te favori, por te dinjiteti. Akoma më e rëndë se vetë përgjigjja e ministrisë është heshtja e atyre që erdhën në pushtet duke kërkuar votën shqiptare. Në kohë të tilla, heshtja nuk është maturi. Heshtja është rreshtim. Heshtja është dorëzim. Heshtja është bashkëfaqësi politike ndaj një nënçmimi që nuk po ndodh në periferi, por në zemër të shtetit, aty ku vendoset se kush ka të drejtë të dëgjohet dhe kush duhet të presë. Kur studentët protestojnë për gjuhën e tyre, ndërsa përfaqësuesit politik shqiptar kalkulojnë rehati, poste dhe ekuilibra koalicioni, ata nuk përfaqësojnë më dinjitetin e komunitetit të tyre, por komoditetin e vet. Vleni sot nuk gjykohet nga deklaratat e vjetra, as nga sloganet elektorale, por nga ky moment konkret. Nga pyetja e thjeshtë, ku ishit kur studentët shqiptar kërkonin të drejtën e tyre? Ku ishte zëri juaj kur duhej të flisnit jo si pjesë e qeverisë, por si përfaqësues politik të një elektorati që nuk ju çoi në institucione për të numëruar karrige, por për të mbrojtur të drejta? Sepse në politik ka raste kur mungesa e reagimit flet më shumë se sa çdo deklaratë. Dhe kjo është një prej tyre. Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se po punohet për një zgjidhje të problemit, por një pushtet serioz nuk e lë një të drejtë të tillë të degenerojë deri në protestë masive për të kujtuar se ekziston. Kur shteti reagon vetëm pasi rruga mbushet, ai nuk është i drejtë, është thjesht i vonuar. Kur qeveria lë studentët të dalin në protestë për diçka që duhet të ishte garantuar pa shurm, atëherë problemi nuk është vetëm te ligji, por te vullneti politik për ta zbatuar atë. Në çdo demokraci të shëndetshme, protesta e studentëve do të ishte alarm për reflektim institucional. Në Ballkanin ton të lodhur nga hipokrizia zyrtare, ajo rrezikon të trajtohet si bezdi etnike, si krizë imazhi, si episod që duhet menaxhuar, jo zgjidhur. Kjo është arsyeja pse rasti i tanishëm është shumë më tepër se sa një debat për një provim. Ai është test për vetë natyrën e shtetit. A është Maqedonia e Veriut një shtet që i respekton shqiptarët si qytetar të barabartë, apo një shtet që u anjeh të drejtat vetëm deri në pikën ku ato nuk shqetësojnë nervin nacionalist të pushtetit? Sepse kur një ministër del kundër studentëve që kërkojnë gjuhën e tyre, kur protesta shihet me nervozizëm dhe jo me përgjegjësi, kur flamuri kombëtar trajtohet si problem ndërsa padrejtësia si detaj, atëherë nuk kemi të bëjmë me incident të izoluar. Kemi të bëjmë me një simptom më të rëndë, rikthimin e kapadallkut institucional ndaj shqiptarëve, me kostum shtetëror dhe gjuhë administrative. Dhe përballë kësaj, heshtja e vlenit nuk është thjesht dështim politik. Është turp publik. Sepse në kohë nënçmimi, kush nuk flet i jep forcë nënçmuesit. Kush nuk reagon e normalizon poshtërimin. Kush hesht kur cenohet gjuha, nesër nuk ka asnjë të drejtë morale të flasë për dinjitet kombëtar, për përfaqësim apo për barazi. Studentët bën detyrën e tyre. Dolën. Folën. Kërkuan. Protestuan. Tani radha është e politikës. Por politika shqiptare në Shkup po jep përshtypjen se nuk ka më as guximin për të mbrojtur atë që është e shkruar në ligj. Dhe ky është lajmi më i rëndë nga të gjithë. Sepse kur gjuha duhet të mbrohet në rrugë, do të thotë se shteti ka dështuar. Dhe kur përfaqësuesit shqiptar heshtin, do të thotë se turpi ka hyrë në zyrë.